وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dhe pendohuni tek Zoti juaj, të gjithë ju besimtar. La'allakum tuflihun, ndoshta do të shpëtoni. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ata të cilët nuk pendohen tek Allahu, ata janë zullumçar. O njeri jo gabimtar, nis pendohu sa më par. Nuk kemi rrugdalje tjetër. Gjithsesi do të kthehemi tek Zoti ynë. Deshtem apo s'deshtem, herët apo vonë, me gjunahe apo vepra të mira, do t'i kthehemi Zotit ton, do t'i kthehemi Zotit ton. Pendimi dhe pishmëllaku është obligim parsor, urgjent për çdo njeri. Pendimi nuk do të shtyhet në procesin e kthimit ton drejt Allahut, nuk do të vonohemi. Nga se pendimi është një gjë domosdoshme për besimtarin, veçanti në momentet e fundit të jetës së tij është gjë domosdoshme. Jo rastisht Allahu në surën Nur në ajetin 31 ju drejtohet besimtarëve pas krejt atë në sakrificave, angazhimeve dhe mundimeve që i bën, e lënë dhe pasurinë dhe familjet e tyre në Mekë, që ta mbështetin dhe përkrajin thirrjen e Islamit. Allahu i thret: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni të gjithë ju tek Allahu, o besimtar. Dhe kthehuni tek Zoti juaj të gjithë, o ju besimtar. La'allakum tuflihun. Ndoshta pasi që të ktheheni tek Zoti juaj dhe të pendoheni sinqerisht, do të arrini të shpëtoni në këtë botë dhe të shpëtoni prej zjarrit të xhenemit në botën tjetër. Për Allahun dëgjoj këtë hadith të madh pejgamberit alayhis salam. Ky hadith është plot jetë. Ky hadith na jap forcë. Ky hadith na kthjell dhe na këndell prej gjinohave që na kanë kaplu dhe na kanë rëndu. Na i kanë rëndu vesht. Vesht tonë nuk po janë gjendje me dëgju të vërtetën. Na i kanë vërbu syt. Syt tonë nuk po janë gjendje me i kuptu argumentet Allahut. Na kanë forcu zemrën, e zemra jonë nuk po zbutet dhe nuk po ndikohet kur Zoti po na thret. Mirë po, dëgjoj këtë hadith madh pejgamberit alayhis salam. Hadith qudsi, thot Allahu dhul jalal: "Ya ibn Adam, o biri Ademit, o biri Ademit, në momentin kur ti me thet dhe me shpreson mua, unë do të fali ty, me çfarë do gjinohet që ke, dhe nuk më intereson asgjë tjetër. Në momentin kur me thet dhe me shpreson mua, unë do të fali ty, pa marrë parasysh gjinohet e tua, dhe nuk më intereson asgjë tjetër." Vazhdon hadithi: "Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-samaa, thumma istaghfartani, ghafartu lak." O biri Ademit, sikur se gjinohet e tua, dëgjoj e mirë, sikur se gjinohet e tua të e arrin kupën e qiellit, mirë po ti më kërkon falje dhe pendosh dhe bosh pishman, unë e ty do të fali. Ja ibn Adam, o biri Ademit, sikur se gjinohet e tua të mbulojnë sipërfaqen e tokës, e ti më kërkon falje dhe nuk më ke shoqëru shok, me askën tjetër nuk më ke bo shirk, unë do të vi me falje të këti sa sipërfaqja e tokës. Allahu akbar. Hadithi është i vërtetë, transmeton Imam Tabarani dhe Imam Tirmidhiu. Nuk ka hadith më të madh se sa ky hadith. Nëse gjinohet e tua e kanë arrit kupën e qiellit, edhe është mbuluar sipërfaqja e tokës,
ti ke kon falje tek Allah dhe nuk i ke bo shirk, je i sinqert në pendimin dhe në kthimin tënd tek Zoti. Mos u frigo, po të përgëzoj, merre këtë mysh dhe të madhe prej Allah, se do t'jesh i falur inshallah taala. Dëgjoni çfarë mëshire, çfarë tolerancë ka Zoti për ne. E ne vazhdimisht i shparim luftë Allah. Çdo ditë i bojmë gjuna atina, mirë po shikojmë mëshira ti e madhe si na pret neve. O robim, kur do që me vjen, unë të pranoj. Nëse me vjen natën, të pranoj. Nëse me vjen ditën, të pranoj. Nëse me afrosh një pëllëm, unë të afrohem një krah. Nëse me afrosh një krah, të afrohem një pash. Nëse me vjen duke ecur, me gjen duke vrapuar. O robim, sikur se të me takon me gjinohe, sa sipërfaqja e tokës, dhe nuk me ke bë shirk, do të fali me falje sa sipërfaqja e tokës. Robët e mi me sfidojnë, duke me luftuar me gjinohe të ndryshme, edhe pse unë vazhdimisht ata i ushqej në shtretrit e tyre. Robët e mi me sfidojnë, duke me luftuar me gjinohe të ndryshme, edhe pse unë ata i ushqej çdo ditë në shtretrit e tyre. Është për çudi çështja e njerëzve dhe e gjinëve. Kur unë i kam kriju, ndërsa ata tjetër kënde adhurojnë. Ne i furnizojmë, ata tjetër kënde falenderojnë. Ai i cili me afrohet mua, do ta arrin nga larg. Ai i cili largohet nga unë, do ta thras nga afër. Ai i cili lën diçka për mua, do t'i japi më shumë. Ai i cili e ka qëllim kënaqësinë time, unë do t'ja mundsoj realizimin e dëshirave të tij. Ndërsa ai i cili mbështetet në fuqinë dhe forcën time, do t'ja zbuzhekurin. Ata të cilët janë të zhytur në gjinohe, këto janë fjalë të cilat Allahu drejtohet robërve të vet. Ata të cilët janë të zhytur në gjinohe, nuk i shkëpus nga mëshira ime. Nëse pendohen tek unë, atëherë le ta dinë robërit e mi. Atëherë le ta dinë robërit e mi se unë jam i dashuri i tyre. Nga se unë i dua ata të cilët pendohen dhe pastrohen. E nëse nuk pendohen tek unë, atëherë le ta dinë se unë jam shëruesi i tyre. I sprovoj me fatkeqësi që t'i pastroj ata nga gjinohet e tyre. Dëgjoni tani çka thot Allahu. I jam mirënjohës atyre të cilët pak punojnë, dy recate me i falë. O, lazëm, po i bëjnë një thirrje për Allahun. Vendos prej kësaj gjimoje, se në gjimon tjetër nëse jemi gjallë dhe shëndosh, do të dalim në muajin e ri dhe do të dalim të gjitha xhirushëm inshallah taala. Nëse deri në këtë moment ke pas problem me namaz, ka i herë fal, ka herës je fal, vendos për Allahun, fali vetes. Fote shpirtin tonë në grusht, i sundoj e këshin tonë, vendos prej këtij momenti, 5 herë dit me i ra krijuesit tonë në sejdë, duke falenderu, se ky krijues po thot, unë jam mirënjohës për ata që punojnë pak. Na shumë pak angazhohemi, e Allah është mirënjohës për mine. I fali edhe ata të cilët kanë shumë gjunohe, dijeni se mëshira ime ka të i kalu hidhrimin tim, butësia ime të i kalon hakmarin time, falja ime të i kalon dënimin tim. Unë jam më i mëshirshëm për robërit e mi, se sa nënat e tyre për fëmijët e vet. Ësë Allahu dhul Gjelal që të gjithë ne të kthehemi Allahut sinqerisht. Edhe dy fjalë. O Zoti ynë, ne jemi ata të cilët i kemi bërë shumë gabime dhe shumë gjunave të vetes tonë. Nëse ti nuk na fal, nuk e di kush tjetër pos te do të na fal, nga se ti je mëshirues dhe falës i madh. O Zoti ynë, ndihmoj muslimanët anë kanë të botës, ata të cilët kanë borxhe mundsoj të paguajnë sa më shpejt. Ata muslimanë të cilët janë të smur, Allah i shëroft sa më shpejt. Ata të cilët janë të obruar dhe të burgosur për hir të fjalës la ilaha illallah, Allah ju mundsoft ta shërin lirin sa më shpejt. Edhe një herë lut Allahu dhul Gjelal që të gjithë ne kur dalim prej kësaj xhamie, të gjithë të dalim dhe të shpërndahemi me gjunat e falura dhe të pendohemi dhe të kthehemi Allahut me pendim të sinqert. Allahu na fal, Allahu na pranoft pendimin ton. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري